fanoj në zemër. E fillojmë me një adet. Fillojmë me këtë, ose e vazhdojmë me... Habo s'u flet. Merdi karamele, o Fredi. Në grupit parlamentar, pari ndjes për vonesën, po për shkak vonesës mbledhjes konferencës kryetarëve dhe një konferencë për shtyp të planifikuar në raport me kërkesën e grupit për shkarkimin e presidentit të Republikës, diktoi vonesën me disa minuta. Pa humbur kohë, ja kaloj fjalën kryetarit partisë dhe më pas diskutojmë mbi çështjet që kemi në rendite. Mirëdita. Sot e kam nis ditën me një mesazh mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të mallit Zot, familjes, dashamirësve, miqve dhe të gjithë mbështetësve në këto 35 vite. Nuk kam fjalim, por unë e di se të gjithë ju këtu, këta gazetar, kameraman që na i kemi të pranishëm, dhe të gjithë ata që na ndjekin, e kanë një pyetje. E kanë. Cili është sekreti i këtij njeriu? Po Belind, pyesim. Cili është sekreti? Sepse unë sot shkruaj ta vjesht, por unë shkruaj edhe pranver aty, po e lash për modestit, ta quaj vjesht. Ta quaj vjeshtën time. Nuk kam sekret. Është një dhe vetëm një, puna dhe vetëm puna. Edhe një milionë. Kështu që i rikthehemi tek agenda jonë. Para se të merremi me agendën konkrete dhe problemet tona,